Vjoni, zoti Goxhi. Dik Marti nuk ka vdekur. Dik Marti që dikur akuzonte UÇK-n për transplant organesh, ishte ringjallur dje në Bruksel. Kësa radhe jo për të akuzuar UÇK-n, por vetë Shqipërinë. Dik Marti shqiptar akuzonte Shqipërinë si një vend kartelesh, një vend bandash, ku aeroportet edhe portet janë vënë në dispozicion të trafikut ndërkombëtar të drogës. Një gjë e tmerrshme dhe natyrisht e duartrokiqshme në Kremlin apo në Beograd apo diku tjetër. Zëdhënës më të mirë anti-shqiptar se sa Dik Marti shqiptar nuk mund të gjenin armiqt e Shqipërisë. Është një dukuri e pafalshme që për hir të ca interesave personale të shesësh vendin tënd në kancelerit europiane, në ato zyra ku sot është duke u gatuar integrimi europian i Shqipërisë. Është tërësisht e pafalshme. Shqipëria është një vend i cili sapo ka përfunduar një proces zgjedhor, për cilin askush deri tani nga organizatat ndërkombëtare, përfshirë raportin paraprak të OSBE-ODIHR-it, apo dhe deklaratën e djeshme të Komisionit për Politikë të Jashtme të Bashkimit të Parlamentit Evropian, nuk ka marrë asnjë pikë pyetje për sa i përket legjitimitetit të tyre. Sigurisht që a kanë probleme zgjedhjet në Shqipëri, patjetër që kanë, dhe do të ishte në seriozitetin ton që të paktën kur të përfundoj raporti i OSBE-ODIHR-it, ta shqyrtojmë me vëmendje dhe me përgjegjshmëri për të korrigjuar çdo lloj problemi me natyrë teknike që kanë patur zgjedhjet në Shqipërinë tonë. Më çudit fakti që kjo opozitë, e cila është e kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, bën sikur i dhimbset procesi. Po çfarë ka Partia Socialiste, që ka marrë pothuajse të njëjtat vota si në 2021-shin, kur 200.000 kryengritës, votues të Partisë Demokratike refuzuan të shkonin në qendrat e votimit, apo një pjesë prej tyre votuan parti dhe subjekte të ndryshme nga ajo që sot mban targën Partia Demokratike me drejtues Sali Berisha. Ky është një problem i Partisë Demokratike, nuk është i Partisë Socialiste. Por ndryshe nga ju, Partia Socialiste edhe kur i fiton zgjedhjet, i hyn një analizë të thellë dhe serioze çdo lloj rezultati në çdo qendër votimi. Kurse ju kur nuk e keni bërë këtë gjë. Asnjëherë Partia Demokratike nuk ka bërë një analizë zgjedhore, përveç se ka ndërtuar një retorik për të ndërtuar një alibi lidhur me rezultatin e zgjedhjeve. PD-ja mori rezultatin që donte. Sali Berishës i duhej grup privat, personal, parlamentar dhe atë mori dhe zgjodhi për të futur në listat e hapura njerëz anonim të cilët s'kishin asnjë lloj impakti në elektorat. Zgjodhi një taktik për t'i humbur zgjedhjet dhe jo për t'i fituar zgjedhjet. Sepse Sali Berisha nuk mund ta qeverisë vendin, nuk qeveriste dot fushatën dhe jo më të qeveriste vendin për 4 vitet e ardhshme. Partia Demokratike nuk fiton dot zgjedhjet. Nëse ti mbjell dëshpërim dhe nuk mbjell shpresë, nuk i fiton dot zgjedhjet. Votuesit nuk votojnë premtimet, votuesit votojnë garancit, dhe vetmja forcë politike që jepte garanci
për të ardhmen europiane të këtij vendi ishte dhe është Partia Socialiste. Dhe fatkeqësisht për ju, Partinë Demokratike, do të vazhdojë të jetë vetmja garanci edhe pas 2029-s. Dhe kjo nuk është merit e një anshme e Partisë Socialiste. Është brenda kësaj edhe merita juaj, sepse ju dini si të humbisni, ju nuk dini si të fitoni. Në qoftë se nuk jeni në gjendje të hiqni qafe Sali Berishën nga drejtimi juaj, nuk keni për të fituar kur zgjedhje. Nuk e ka kush frikë Sali Berishën. I vetmi detashment që ka frikë Sali Berishën dhe i nënshtrohet atij janë strukturat drejtuese dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Më vjen keq që disa prej kolegëve të kësaj partie që janë në grupin aktual të opozitës nuk do të jenë në parlamentin e ardhshëm. Janë njerëz që kanë bërë opozit me fakte dhe janë përpjekur që të jenë parimor në luftën politike. Por nuk kanë djegur karrige, nuk kanë marrë benzin brenda sallës për ta futur brenda sallës së kuvendit, nuk kanë qelluar me grushta dhe me shkelma oficerët e gardës, por janë sjellë si njerëz serioz, si njerëz të qytetëruar. Nuk mundet kur një opozit barbare të fitoj zgjedhjet. Dhe ajo që i ka vënë kapak këtij 4 vjeçari është fjala e djeshme e Sali Berishës në mbledhjen që pati me përfaqësues të partive popullore europiane, që mori termat e përdorura nga presidenti i Venezuelës Maduro për t'i përdorur kundër vendit vet në atë sallë ku gjithmonë shikohet me lente çfarë ndodh në Republikën e Shqipërisë. Nuk ka nevojë Parlamenti Evropian, kancelleritë europiane që të përdorin Sali Berishën si patronazhist për atë që ndodh në Republikën e Shqipërisë. Të gjitha ato vende kanë instrumenta të gjitha llojeve për sa i përket mbikëqyrjes së asaj që ndodh në Shqipëri, duke filluar nga ambasadat, nga shërbimet inteligjente, nga bashkëpunimi ndërkombëtar në organizata ndërkombëtare. Prandaj i vini gishtin kokës edhe për zgjedhjet, për të cilat ju jeni të lumtur me rezultatin, prisni raportin përfundimtar të OSBE-Odirit, sepse ai është raporti që është profesional, është objektiv dhe prej të cilit ja vlen të nxjerrësh mësime, të marrësh rekomandime dhe të bësh reforma. Përgjigjen ndaj dikmartit shqiptar e dha po dje Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian, kur e quajti Shqipërinë avangard të reformave dhe të trenit të integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Kjo patjetër që është merit e kësaj qeverie, e kësaj magjorance që në 11 maj mori një rezultat plebiscitar. Kjo e theksoj edhe njerë, edhe për merit indirekte të Partisë Demokratike dhe të opozitës. U përpoqën disa sindikata që janë akoma opozit për të përfituar nga rënimi elektoral i Partisë Demokratike, por sigurisht që nuk kanë arritur ndonjë produkt shumë me vlerë. Do të varet nga zhvillimet e mëtejshme opozitare se çfarë do të ndodhë me fatin e subjekteve të atyre partive apo subjekteve që janë të rreshtuara në opozit. Faleminderit.